Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll sot pasdite po udhëton për në Vaduz. Të shtunën do zhvillojnë ndeshjen e parë kualifikuese me Liechtensteinin për botrorin 2026. Reprezentacioni nga dita e hënë, kur edhe u bë grumbullimi, janë përgatitur në kampin stërvitor të FFM-s, ku gjatë gjithë kohës kanë punuar në atmosferë zie, shkaku i rastit tragjik që ndodhi në Koçan. Seleksionuesi Blagoja Milevski për 2 ndeshjet e para kualifikuese ka mbetur pa 3 futbollistë të lënduar si Lirim Qamili, Milan Ristovski dhe Stefan Ashkovski, ndërsa e ka ftuar David Toshkovskin. Pas seancës së mbrëmshme stërvitore, reprezentuesi Jovan Manev foli për sfidën e ardhshme, por dhe për momentet e vështira që ai po kalon dhe mbar populli pas tragjedisë së madhe që tronditi opinionin. Ai me emocion theksoi se nëse i jepej rasti do të jepte më të mirën në fushë, duke ia dedikuar paraqitjen e tij atyre që nuk janë më në mes nesh. Ova se mnogo teški denovi za mene i za site nas. Këto janë ditë shumë të vështira për mua dhe të gjithë ne. Kemi humbur miq të afërt, po e di se ata do të dëshironin të vazhdojmë dhe të jemi këtu të luftojmë për vendin tonë, për reprezentacionin tonë. Do të na mungojnë përgjithmonë dhe kur nuk do t'i harrojmë dhe për atë kur mu dha rasti, gjithashtu edhe kolegët e mi do të japim maksimumin për nder të tyre. Ky është momenti të dëshmojmë karakter dhe përkushtim të gjithë së bashku dhe kështu të shënojmë rezultate së pari për ato. Ndeshja mes Liechtensteinit dhe Maqedonisë është caktuar të shtunën nga ora 15. Ekspedita jon menjëherë do të kthehet dhe do të vazhdojë përgatitjet për ndeshjen e parë në shtëpi në këto kualifikuese, të cilën ekipi i Milevskit do ta luajë të martën kundër Walesit.